Për një familje 4 anëtarëshe nevojiten të paktën 60.000 denar për të mbjetuar muajin, tha zëvendësministri i Financave Nikol Çajankullovski në Biznes 21 që transmetohet sonte, duke shtuar se ky është qëndrimi i tij personal. Kjo është afër shumës që e përllogarit lidhja e sindikatave të Maqedonisë për shportën minimale sindikale. Jankullovski personalisht mendon se edhe paga minimale 24.000 denar nuk mjafton. Dobro, вие колко трошите, да речем, месечно колко ви са потребни за да профункционирате? За 4 месец около 60.000 денари. Дали 24.400 ваш личен став се доволна минимална плата? Мој личен став дека не се доволни, но тоа е мој личен став. Тука се од една страна работодавачите кои што треба да ги исплаќаат финансиските средства, od druga strana se i sindikatite. Jankullovski nuk pajtohet se pushimet janë luks dhe personalisht ai mendon se të paktën pushimin në Dojran duhet të prollogariten në shportën minimale konsumuese. Smetate дека одморот на граѓаните е луксус, макар и Дojran? Значи, секој работник заслужува одмор. Dojran го спомнавте сега, го споменавте Dojran, така да може определена сума да влезе во потрошувачката кошничка. Но ова од аспект на Никол Çajankullovski, не од аспект на Министерството за Финанси. Edhe pse Ministria e Financave është përfshirë në përpilimin e shportës, e cila tashmë është gati dhe deri më tani duhet të publikohej, megjithatë Jankullovski nuk zbuloi detaje se sa shuma dhe çfarë përfshin. Se pushimet jashtë vendit sipas qeverisë janë luks dhe se nuk përfshihen në shportën minimale, kohë më parë pati deklaruar edhe zëvendësministri i ekonomisë Ristevski, por nuk u përgjigj konkretisht nëse do të prollogariten shpenzimet për pushim shtatditor në Dojran që hyn në shportën minimale sindikale. Ndryshime në shport kërkoi kryeministri Mickoski për shkak se konsiderohej se në shportën e sindikatës ka pasur produkte të çuditshme. Ministria e Ekonomisë dhe disa institucione publike e përpiluan shportën. U paralajmërua se do të publikohet në fund të prillit, por kjo ende nuk ka ndodhur. Askush nuk zbulon se sa do të jetë shuma dhe çfarë do të përfshijë shporta. Ajo që dihet është se në vend të një familje 4 anëtarëshe do të prolllogaritet për një familje 3 anëtarëshe.